Përshëndetje të gjithëve. Sot po ndaj me ju një nga recetat më të dashura në shtëpinë time. Është byrek me kungull, me petë të holla, të hapura vetë dhe me një mbushje fantastike që të shkrijë në gojë. Përdorim përpërës të thjeshtë, por sekreti qëndron tek mënyra e përgatitjes. Ndaj ndiq recetën hap pas hapi dhe më shkroj në komente nëse do e provoni. Në fillim do filloj me përgatitjen e brumit. Kemi 500 gram miell, i shtuam një lugë çaj krip dhe diku te 300 ml ujë të vakët. E punojmë mirë brumin me duar derisa të përftojmë një brum të butë dhe homogjen. E vendosim në një pjatë, mund ta lyeni me vaj, por mund ta mbuloni edhe me pecet kuzhine. E lëm të pushojmë për 20 minuta, ndërkohë ne merremi me përgatitjen e mbushjes. Këtu kemi 1 kg me kunguj, i grim në renden e kungullit, duke i shtuar një lugë të çajit me krip, gjysmë lugë çaj me sheqer, largon atë aromën e kungullit sheqeri, dhe unë kam trashëgimi nga nëna ime. Për mos ta bërë shumë të qullët byrekun, unë nuk po i shtoj një gotë me qumësht, por po i shtoj 3 lugë të gjellës me qumësht pluhur. I shtojmë 3 vezë, dhe i përziejmë mirë. Duke qëndruar do ta shikoni që kungulli lëshon lëngje. Unë e kam provuar dhe duke i larguar lëngjet e kungullit, por mua më pëlqen që lëngjet të qëndrojnë në byrek. Edhe brumi tashmë ka pushuar mjaftueshëm. E hapim në trajtën e një cilindri dhe do ta ndajmë në kulaçka. Me këtë sasi brumi unë zakonisht e ndaj 12 deri në 13 kulaçka. 12 kulaçka bëhen të njëjta dhe janë më të vogla se një vezë, ndërsa një kulaçk unë e lë pak më të plotë që ta kemi për të vendosur në fundin e tepsisë. Pasi sistemuam kulaçka, do fillojmë t'i tërhollim diku tek 20 cm perimetri i tyre, me qëllim që t'i bëjmë të grupuara në 3 grupe. Kështu do vazhdojmë t'i tërhollim radhë të gjitha petët, kulaçkat më mirë të themi. Një kulaçk unë nuk e tërholl në momentin kur do më duhet. I ndajmë 4 petë, do t'i lyejmë me vaj dhe pudrosim me 20. 3 petë sigurisht se peta e 4 i vihet sipër. Shtojmë edhe 20. Ndihmon shumë 20-ja që petët mos të ngjisin, por të qëndrojnë të hapura. Kështu do i grupojmë edhe 2 grupet e tjera. Lyejmë 3 petë, i pudrosim me 20 dhe i vendosim sipër njëra tjetrës. Edhe grupin e tretë dhe të fundit. Dhe petët e grupora i kemi gati, janë 3 grupe petësh. Një petë, si u thash, edhe në fillim unë e la një kulaçk pak më të plot, me qëllim që ta hapim të madhe. Por do ta filloj nga grupimi i petëve, pasi më duhet të fitoj kohë, unë do t'i vë në zjarr që të piqen. I kam vendosur sipër, fare mirë mund t'i piqni dhe në furrë, po unë i pjek në zjarr të ulët, në gaz më mirë të themi. Shikoni sa mirë që hapen dhe petët janë të gjitha të tërhollura. E vendosim këtë petë të piqet, ndërkohë ne do tërhollim petën që kemi tek. Si u thash, e fillova me grupimin e petëve që të fitoj kohë. Byreku përgatitet edhe më shpejt në këtë mënyrë. Kjo petë është tepër e hollë, do ta vendosim në një tepsi, ose sini si i thoshte nëna ime, të lyer me vaj ulliri. Tërhollim edhe 2 grupet e petave të tjera. I kemi 4 peta bashk, ja bëj këtë shtypjen që petët të hapen të gjitha në të njëjtën kohë.
E shikoni, petët hapen të gjitha njerësh. Nuk ngjisin me njëra tjetrën, por janë të gjitha të ndara. Gjatë kësaj kohe, sigurisht që shikoj edhe petën që kam në zjarr. Si e shikoni, janë të gjitha të ndara një nga një dhe tepër të holla. Ja dhe peta tashmë e pjekur, vendosëm petën tjetër, tërhollim grupin e fundit të petëve. Fillojmë të montojmë byrekun, i shtuam vaj ulliri në fund të petës së parë, shtojmë petën e pjekur. Si e shikoni, është ndarë një nga një, shtojmë vaj ulliri. Vendosim gjysmën e mbushjes, edhe pse unë nuk i shtova as pak qumësht të lëngshëm, ajo ka nxjerr vetë tepër lëngje. Për t'i dhënë më shumë shion do t'i shtoj edhe pak gjalp. Dhe do ta mbuloj me petën tjetër sërish të pjekur. Byreku me kungull i do patjetër petët e brendshme të pjekura, pasi kështu prihet edhe më mirë dhe del më i shijshëm. I thithim plotësisht lëngjet petët e pjekura. I shtova vaj ulliri, shtojmë dhe pjesën e ngelur të mbushjes, sërish pak gjalp, shtojmë edhe petën e fundit, pak gjalp sipër dhe vaj ulliri, palosim petën e fundit anësore dhe direkt në furrë për 30 minuta në 200 gradë. Dhe shikoni sa i mirë që duket ky byrek. E dëgjoni kërcitjen e tij? Edhe aroma e tij është po kaq e shijshme sa duket edhe kërcitja. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta për ditën e sotme. Ju falenderoj që më ndiqni.